Inteligjenca artificiale dhe sfida që sjell ajo në ekonomi, teknologji, qeverisje dhe shoqëri ishin në fokus të edicionit të tretë të Western Balkan Innovation Summit, WBIS 2026, organizuar nga Fakulteti i Ekonomisë, Teknologjisë dhe Inovacionit në Western Balkan University. Me temën inteligjenca artificiale dhe sfidat në ekosistem, summiti mlodhi ekspert ndërkombëtar, akademik, profesionist, student dhe përfaqësues të sektoreve të ndryshëm për të diskutuar mbi ndikimin e inteligjencës artificiale në ekosistemin e sotëm, profesional dhe shoqëror. Aktiviteti u hap me fjalën përshëndetëse të rektorit të WBU-s, Prof. Dr. Ferdinand Gjana. Një aktivitet i cili synon të mbledh industrinë, akademinë dhe të bashkojë këto dy sektore me studentët, me rinin, me ekspertët. Si Universiteti Gjeneratës së Katërt, inovacioni patjetër që është një nga dimensionet më të rëndësishme në arsimin e lartë, në industri dhe në gjitha zhvillimet teknologjike bashkëkohore. Të ftuarit sollën perspektiva të ndryshme nga akademia, teknologjia, financa, robotika, qeverisja dhe sektori softvereve mjekësoreve. Mes folësve ishin edhe profesor Dr. Utz Schafer nga Gjermania, Ville Korpela, ekspert i teknologjisë në zhvillim, Anis Sefidanis, krijuesi i robotit humanoid Alshar, Alba Halilaj, eksperte e bankingut digital dhe inteligjencës artificiale, si dhe Damian Manchevski, përfaqësues i sektorit të softvereve mjekësoreve dhe ish ministër në Maqedoninë e Veriut. Për studentët e Western Balkan University, ky summit ishte një mundësi për të dëgjuar nga afër ekspertët që punojnë drejt për drejt me zhvillimet më të fundit në inteligjencën artificiale, robotik, financë dhe teknologji të aplikuara. Dekani i Fakultetit të Ekonomisë, Teknologjisë dhe Inovacionit, Prof. Dr. Agim Mahmuti, theksoi rëndësinë e vazhdimit të aktiviteteve që sjellin në universitet, ekspertizë ndërkombëtare dhe diskutim akademik. Jemi shumë krenar të lumtur që po organizojmë edicionin e tretë të Western Balkans Innovation Summit. Ishim të nderuar me pranimin e një paneli shumë të veçantë folësish nga vende të ndryshme, të cilët sollën përvojën e tyre të pasur dhe ndonë mendimet dhe eksperiencët e tyre të çmuara me studentët tonë. Përmes WBIS 2026, universiteti forcon rolin e tij si një institucion që lidh arsimin me zhvillimet globale, duke i përgatitur studentët për sfida dhe mundësitë e një të ardhme gjithnjë më të ndikuar nga inteligjenca artificiale.